Modelja braziliane Janaina Prazeres u shpall gruaja perfekte nga Playboy norvegjez për shkak të përmasave trupore, ndërsa tani po mbush rubrikat e mediave për shkak të një incidenti që i ka ndodhur në kufi. Modelja dhe influencerja 35 vjeçare deri më tani ka shpenzuar mbi 900.000 euro për pamjen e saj dhe ka bërë më shumë se 20 operacione plastike dhe ajo u ankua se u ndalua në aeroportin e Sao Paulos dhe i kërkuan të konfirmonte identitetin e saj. Do me thënë ata nuk e besuan se ishte vërtet ajo në foton e pasaportës. Gjithmonë e kam ditur se kjo mund të ndodhë sepse pamja ime ka ndryshuar shumë në vitet e fundit, por në atë moment ishte një tronditje për mua. Nuk presni që ata t'ju ndalojnë nëse nuk keni bërë asgjë të keqe, tha ajo. Zyrtarët më bën disa pyetje dhe madje e krahasuan foton time të pasaportës me fotot e tjera përpara se të më lejonin të hyja në vend, shpjegoi ajo duke shtuar se vendosi të rinovoj pasaportën e saj në mënyrë që përvojat të pakëndshme të mos përsëriteshin më.